komandant i brigadës 112, grada kolonel general brigade, vendi i zhvillimit rajoni Tetovës, mosha deri më 55 vjet, koha për mobilizim 24 orë, në ditë, për komandant të brigadës e vendos, Isa Likën Ilirin, me gradë general brigade, i lindur më 8 janar 1973. Me një akademi përkujtimore mbrëm në Universitetin e Tetovës është nderuar jeta dhe vepra e Isa Likës, i njohur si komandant Iliri, ish komandant i brigadës 112 Mujdin Aliu. Njëkohësisht prej tashe tutje, familja Lika do të mbaje edhe urdhrin për shpalljen e Isa Likës, general brigade. Gradën deri më tash e ka ruajtur vet ish përfaqësuesi politik i ushtrisë çlirimtare kombëtare Ali Ahmeti, i cili të njëjtën ja dorëzoi familjes së Isa Likës. Duke parë nevojën e avancimit të kuadrove të ushtrisë çlirimtare kombëtare, Iliri nga general major u avancua në general brigade. Është zhvilluar ceremoni e avancimit për pjesën ndërmuese të oficerave të lartë të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Për disa nuk arritën për shkak të aktiviteteve dhe neglizhencës së vetë neve, nderuar Bac Ahmet, nga sot e 10 vjet gradët e generalit Isa Lika Ilirit i kam ruajtur unë. Prej sot e për jetë i runi ju. Në emër të familjes Lika ka folur Hazbi Lika Qela, ish komandant i brigadës 112 Mujdin Aliu, i cili sqaroi për herë të parë se kush ka qenë komandant brigade. Sot me dhimbje, krenari dhe me respekt për ulemi para veprës së dëshmorëve të kombit dhe para veprës së komandant Ilirit. Sot mbushen 10 vjet nga shkëputja e pa paralajmëruar e një frime nga kraharori një luftatari, i cili kishte një zemër që ende mund të trokiste në ndërgjegjen e shokëve të tij për të dhënë një shkëlqim asaj drite që sapo kishte filluar të lindte për popullin e tij. Gjatë akademisë së mbrëmshme në Tetovë, po ashtu para të pranishmeve kanë folur edhe kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, e cila vlerësoi lart kontributin e dëshmorëve dhe të gjithë atyre që sakrifikuan për një jetë më të mirë të shqiptarëve në Maqedoni. Nga Kosova kësaj radhe në këtë akademi ka qenë Ramis Ladrovci, ambasadori i Kosovës në Shqipëri, i cili nënvizoi kontributin e Likës dhe të gjithë atyre që luftuan në emblemën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Ndryshe në orët e pasditës në varezat e dëshmorëve në Tetovë u bën homazhe tek vari i Isa Likës, ku ishin të pranishëm miq, familjar, bashkëluftëtar të komandant Ilirit, i cili u vra më 19 tetor të vitit 2006 para shtëpisë së tij në Tetovë, në rrethana ende të pasqaruara dhe të pandriçuara nga organet e rendit dhe të drejtësisë. Pas luftës së 2001-shit, Isa Lika kishte ushtruar edhe detyrën e drejtorit të doganave të Maqedonisë. Ai kishte marrë pjesë edhe në luftën e Kosovës, ndërsa sipas fjalëve në akademinë kushtuar 10 vjetorit të rënies së tij, ai është cilësuar si një nga themeluesit e ushtrisë çlirimtare kombëtare.